Jeta sedentare, kequshqyrja dhe mungesa e aktivitetit fizik po ndikojnë ndjeshëm në rritjen e problemeve me zemrën tek popullata shqiptare. Sipas të dhënave të fundit nga Instat dhe Eurostat, Shqipëria renditet ndër vendet me nivel të lartë të vdekshmërisë nga sëmundjet e zemrës. Sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut përbën rreth 52.9% të vdekjeve në vend, një përqindje dukshëm më e lartë krahasuar me mesatarën e Bashkimit Evropian, e cila është rreth 32.8%. Arsyeja pse ne kemi këto vlera të larta ka të bëjë me strukturën demografike të popullsisë, sepse popullsia jon po plaket dhe me plakjen e popullsisë, humbjen e forcës vitale, rritet numri i shtesës popullsisë që është së moshuar dhe ku fillojnë të shfaqen gjithë problemet kardiovaskulare. Duke filluar që nga të themi problemet e çrregullimit të tensionit, çrregullimit të ritmit, sëmundjet ateroskleroza ku përfshin sëmundjet koronare dhe sëmundjet cerebrovaskulare. Dhe kjo është lidhur drejt për së drejti jo vetëm me plagjen e popullsisë, por edhe me ndryshimin e dietës sonë. Mjekët kardiologë ngren alarmin edhe për rritjen e rasteve të mosha të reja. Nuk mungojnë rastet kur të rinjt kanë pësuar infarkt kardiak, madje edhe me pasoja fatale. Ka filluar me abuzime me substanca që në mosha shumë të mitura, jo të reja, por të mitura, pra në adoleshencë, rritet me droga të forta, eksperiencat me droga të forta, me kokainën, me droga sintetike. Nëse në moshat më hershme, pra në moshën 20-25 vjeç, kishim vetëm sëmundjet e lindura të zemrës, pra që ishin anomali kongenitale, tani po shohim jo vetëm çrregullimet e ritmit, jo vetëm dëmtimet e miokardit, por edhe infarkte në mosha të reja. Dhe kjo janë drejt për së drejtë lidhura me atë që më thash në fillim, me ndryshimin e stilit të jetesës dhe abuzimin e substancave. Bluzat e bardha apelojnë për më shumë kujdes të shtuar nga ana e qytetarëve, duke ndjekur një regjim ushqimor të balancuar, kryerje të rregullt të aktivitetit fizik, shmangje të duhanit si dhe kontrolle periodike.